Përshëndetje. Së pari, ju uroj të gjithë besimtarëve muajin e shenjtë të Ramazanit. Le të jetë një muaj i begat, i mbushur me plot të mira. Shpresoj që gjatë gjithë këtij muaji do të shoqërohemi me receta të ndryshme për iftar. Qëndroni me ne për të përgatitur edhe meny të ndryshme iftari. Për menin e sotme të iftarit, kam përgatitur këto receta që po i shikoni tani në ekran. Shpresoj që do ju pëlqejnë të gjitha. Receta të mira, të shishme dhe të provuara. Kjo është me rëndësi. Fillojmë. Së pari po e përgatisim mishin e bardhë, stek i pulës, ose fileta pule. Dhe siç po e shikoni, po bëjmë së pari marinimin e mishit. Hedhim pra kryp, hedhim pak veget, hedhim pak biber të kuq, gjithmonë me kujdes, mos t'i shtoni shumë. Besoj që një lugë e çajit me kryp do t'jetë e mjaftueshme, pra e vogël, një lugë e mesme me veget do t'jetë mjaftueshëm për këtë recetë. Pak vaj për t'y lyer mirë, edhe për të marrë ngjyrë. Vazhdojmë kështu në të dyja anët. Pra, i hedhim vetëm nga pak, siç po e shikoni, pak veget, kryp gjithashtu vetëm pak, edhe pak vaj, pak biber të zi, edhe kështu e përgatisim dhe e marinojmë mishin. Pasi e kemi gati, në tigan hedhim pak vaj, edhe do të presim që vaji të nxehet. Sapo vaji është nxehë, do i vendoj kështu filetat e pulës. Pastaj presim që të skuqen mirë nga njëra anë. Pasi që të skuqen mirë nga njëra anë, vazhdojmë edhe i kthejmë nga ana tjetër. Pra njëjtë do i skuqim në të dyja anët. Vetëm se do t'i skuqni ngadal në temperaturë mesatare. Pasi t'i kemi gati, i largojmë anash. Menjëherë, unë kështu do t'i vendoj edhe në tepsi. Pasi që mishin do e fus edhe një herë në furrë që të piqet, edhe pak edhe të na arrin i nxehtë për kohë të iftarit. Në tigan shtojmë 150 ml ujë, aty ku e kemi bërë skuqjen e mishit, hedhim pra lëngun mbi, edhe i mbulojmë me letër për pjekje, të cilën e lagim me ujë. Mandej e pjekim në furrë në temperaturë 180 gradë ngadal, pak para iftarit, 20 minuta mjaftojnë. Tash vazhdojmë përgatisim sos me këpurdha. Në tigan hedhim pak vaj. Tek vaji shtojmë një qep të vogël që e kemi kaluar në rende. Një lugë të mesme me gjalp. Mandej shtojmë 400 gram këpurdha të freskëta. Mund të përdorni edhe këpurdha tjera të konzervuara. Hedhim pak biber të zi. Shtojmë një lugë çaji kryp, 2 lugë të çajit me melmesa ose veget. Vazhdojmë pak i përzim që të kapërdisen mirë këpurdhat. Pra, shumë shpejt këto mund të jenë gati për 5 minuta, mandej shtojmë kremin hopla për gatim. Mund të shtoni sa të doni ju vetë. 300 ml, besoj që do të jenë të mjaftueshme. E lëni që kremi të troshet. Në ndërkohë po përgatisim pilav. Pra, recetën e sotit po e shoqërojmë me pilav. 1 gotë të çajit oriz i kaft, edhe pak vaj, do i kavërtisim bashk. Kështu në temperaturë mesatare, ngadal, derisa orizi të skuqet edhe të merr këtë ngjyrën e kaft. Mandej këtu shtojmë 2 gota me oriz, gjithashtu i kaft, siç e pat më herët. Mandej shtoj 500 ml ujë. Për 1 gotë oriz do të shtoni 2 gota ujë. Këtu kemi pra 2 gota të mëdhaja me oriz, edhe 1 gotë çajit me oriz. Kemi shtuar edhe 1 lugë të mesme me gjalp,
Edhe tash presim që të filloj të vloj uji. Sa po ka fillu me vlu, e mbyllim mirë me kapak, edhe në temperaturë minimale, pra në 2, në shpejtësinë e dytë, e ziejmë pilavin dal nga dal. Po shikoni që pilavi po zihet, por akoma ka ujë, për 10 minuta do të jetë gati. Tash sërish po e ladhe pak për pak minuta. Orizin që po e përdori për këtë recetë është e kësaj marke dhe është tepër i mirë. Siç mund ta shikoni, pra është oriz që shpërndahet, shikone, pra nuk ngjitet, edhe gjithmonë për pilav duhet të përdorni oriz të kaftë. Pasi që ka shter ujin, i vendojmë pecet, mandej e mbyllim me kapak, edhe do ta lë kështu që të thith të gjithë ajrin që ka mbet pra. Tash po vazhdojmë edhe po përgatisim edhe një recetë apo ëmbëlsirën e sotit që është tatli me shërbet. Së pari përgatisim shërbetin dhe këtu hedhim 3 gota me sheqer. Gotat që po përdori janë nga 225 ml. Vazhdojmë shtojmë 4 gota me ujë. Pra thash, gotat që po përdor janë 225 ml. E përzim mirë edhe e la që shërbeti të vloj. Nga momenti që vlon, llogaritni kohën 20 minuta. Tash vazhdojmë përgatisim edhe brumin. 2 vezë të plota, 2 lugë gjella sheqer, 1 pako sheqer vanilje, shtojmë 1 gotë të çajit me vaj. I përzim pak, mandej shtojmë mielin, shtojmë mielin nga pak, 1 pako pluhur për pjekje, edhe kështu vazhdojmë e përzim, derisa të na formohet një brum i fortë, jo i butë. Si duhet të jetë brumi e shikojmë tash në vazhdim. Mielin e shtoni nga pak derisa të formoni një brum si ke këtu pra. Nuk është i butë, por është një brum pak më i fortë. Brumin, pasi që e kemi formu, e ndajmë në pjesë të vogla, nga secila pjesë formojmë kuleç. Tatlien po e bëjmë në formë të rumbullakët, por gjithashtu do të mundohemi të japim formë të lules. Tash me anë të thikës do i japim formë, që tatlia të merr edhe pamje të mirë. Është recetë tepër e lehtë, me pak harç, mundeni me përgatit ëmbëlsirë tepër të shishme. Kështu pra, e ndani me thikë. Furrën e shporetit e nxehni në temperaturë 170 gradë. Dhe kështu tatlien e pjekim në 170 gradë për 20 minuta. Pasi është pjek, me njëherë do ja hedhim shërbetin pas 2 minutave. Shërbeti i ftohtë, tatlia e nxehtë. Kështu e lëni me qëndru në temperaturë dhume, por do ta mbuloni pak. E mandej në frigorifer derisa ta thith shërbetin krejt edhe të ftohet. Kjo është ëmbëlsira e iftarit të sotshëm. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Po vazhdojmë tash dhe po përgatisim pitalka. Për këtë recetë do të përdorim 200 ml ujë të ngrohtë, 100 ml qumsht i ngrohur, 1 lugë e mesme me sheqer, 2 lugë të gjellës vaj, shtojmë mielin, 450 gram miell, por gjithmonë do e kontrolloni pra mielin. Shtojmë 7 gram maja buke të thatë, e përzim tash pak. Shtojmë sërish miell, edhe në fund e shtojmë krypën, 1 lugë të mesme. Vazhdojmë e formojmë brumin. Pasi brumin e kemi formu, atëherë do ta la brumin që të pushoj mirë në temperaturë dhume, dikun ku është më nxehtë.
derisa brumi të dyfishohet. Pasi që brumi është dyfishu, atëherë marrim edhe i përgatisim pitalkat. Është një ndër recetat shumë të shijshme të përgatitjes, sepse do ju shijon shumë. Ata që e kanë provuar këtë recetë e dinë, e ata që nuk e kanë provuar, lirisht le të fillojnë dhe ta përgatisin, sepse do ju kënaqen me shijen që e kanë. Sigurisht gjithmonë pitalkat hahen të nxehta. Brumin e ndam në 4 pjesë, formojmë 4 kuleç ose 4 pitalka. Marrim tash edhe ju japim formë, duke i shtyp me dorë. I vendosim pastaj në tepsi. Pitalkat i las sërisht që të dyfishohen edhe për 20 minuta të tjera. Tash kemi hedhur 1 lugë çaj veget, 1 lugë çaj biber të kuq, pak origano edhe pak vaj. Edhe me këtë përzierje do t'i lyejmë mbi pitalkat. Vazhdojmë edhe i përzijmë krejt përbërësit këtu. Mandej, pasi që pitalkat kanë pushu, edhe po shikoni që pak janë fry, vazhdojmë edhe i lyejmë me masën që e përgatitëm. Siç po e shikoni, po marrin një ngjyrë pak më ndryshe tash. Furrën e shpërejtit duhet paraprakisht ta nxejni mirë. E mandej i shtim pitalkat dhe i pjekim në temperaturë 220 gradë për afërsisht 15 minuta, por do t'i kontrolloni. Sa po ta vreni që janë skuq mbi mirë, atëherë me njëherë i largoni nga furra. Pitalkat janë gati, janë të nxehta, tash po i mbuloj që pak të zbuten. Këto ishin edhe recetat që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që edhe kjo meny e iftarit do ju pëlqej të gjithëve. Pitalkat po i shikojmë edhe nga brenda si janë bërë. Pra janë tepër të mira, të buta, edhe kanë një aromë shumë të veçantë. Kjo ishte receta që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Nëse ju pëlqen receta, lirisht përgatesni sepse do ju shijoj shumë pa mas. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.